Që kemi njerëz nacionales u kthy me një tjetër recension. Elvona Gjata, Lumja Toka. A ka bre mundësi me na lon pak me shiju magjinë e kongëve rapsodike prej folklorit që i kena legacy, me na lon me i shiju pak për çato që janë, s'di pse ju ka hin kry që gjithçysh me bo diçka nice, do të me u përfshi kongët e vjetra. Për ma tepër kur përfshihen që si kongë të thota, patetike, demode, menoj që autorët e qytyne kongëve të vjetra duhet me qenë pak ma rigoroz në përzgjedhje kur e japin dritën e gjelbër me ju përdor konga, duhet me kqyr kontekstin pak edhe për mbrojtjen, jo veç statusin e artistit edhe emrin e artistit. S'do me thonë çdo dyti që të vjen me ja jap lejen tash. Këqyre tash, nisa ndona me nënvizu, Elvona Gjata dorën zemër është artiste cilën nëse e gjykon si tërsin, krejt karrierën, është nuk s'mon me shku ma nalt, është që aty me dafinën, s'kem tjetër pikë referente sa i përket grave, qëto dyja i kemi, po flas prej atyne që i kanë bjetu kohës edhe janë hala relevante. Për mos me u tregu hipokret, nëse më kishit thonë, prapë po thom, nëse më kishit thonë me ja jap në nshkrimin, apo dën me ngu që si kongë të në verën, a si tjera, si Aj Karamba, ding, 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 për dini qfar, sot e kisha në nshkru me ngu për qëse. Me gjithat artistët si Elvona Gjata, me nëj Kresha, Lyricalli, Dafina, që e përmenëm, duhet me umbojt me një tjetër standard për shkak të përgjithësisë që e kanë marrë me qenë trendsetters, me vendos trende, jo me ndjek çfarë do lloj trendi që është popin për momentin. Se di që kjo mu do shumë tasteless. Para se me vazhdu tutja, mujna me falenderu sponsorin tem general Alp Car Import, i cili ofron, do me thonë, laramanit makinave, sidomos jo që jeni të apasionu mas veturave elektrike, tash ka zyre edhe në Prishtinë, në Vetërnik, siguroni me vizitu edhe në Instagram edhe fizikisht aty. Kresha edhe Lyricalli e kanë lancu albumin e 6 si double, tu i glorifiku gjatë rrugës potencialisht dy rapsodët shqiptar ma me nam. Qëre, dorën zemër, Kresha edhe Lyricalli kanë kapacitetin me bo qa time travel, me shplunos, diçka të bo me një kohë, bot e kushte tjera edhe me rikthy të rimodelume në të sotmen, të jarujt sharmin edhe shien, veç ka sens që ky emër i albumit, Salije Ferizi, për krejt ata që janë në rrjedha me dinamikat në botën e hip-hopit edhe krijimtarinë e kësaj dyshe, sidomos kur e marrim në konsiderat obsesionin magnetik kështu tyne të viteve të fundit me folklorin edhe kulturën e kongës tradicionale shqiptare. Rapsodët në rap sotit, muzik me qaldis, po ka pas nuanca të theksume folklorike edhe në albumin paraprak në 618, i cili për mua është definitivisht një prej më të mirëve tyne që i kena ni njëherë. Kur si kena ni njëherë tjetër të pështyn qatë nivel, të një 618 që dyshoj që njëherë një projekt hip-hopi i ka pagu tribut meritor edhe e ka rijetësu fjallorin e pasur gjuhës shqipe në qësi niveli që ka pas albumi paraprak i tyne, nuk e di që ekziston potenciali të dikush tjetër, qoftë edhe me provu me bu diçka t'tillë. Salije Ferizi menoj që është projekti më i mirë hip-hop që kena mengu krejt vitin, gjithmonë po flas nëse i marrim si njësi mace albume tjera prej homologëve tyne. Mirë po, a kena marrë në i këndvështrim të rritë mënyrës interpretimit, sa i përket soundit, tematikave, instrumentalave, cilë duhet me cikë që prap jenë ma të mira që i kena një këtë vit. Dyshoj që e ka wow në i fans të një mend të Kreshës dhe të festimit e të hip-hopin në përgjithësi që kjo album. Krejt qëto tematika, përmbajtje, që kjo sound, flow-wise, jenë shtjelu një 2-3 herë ma mirë në albumin e fundit edhe në projektet e ma parshme se sa në qita. A është hard djathi Zvicrës, është hard definitivisht, ama është ma guri se 50 tjera që i kena një prej tyne ma herët ku flasim për flex, që e bojnë ma mirë se tjertë, e që bojnë pare ma shumë se tjertë, absolutisht jo, normalisht këtë krasim po e bëj veç pse jënë të krasushme, se është tematika njëjtë, qasja njëjtë, edhe elokuenca njëjtë në për instrumentala, shpesh herë sidomos të Kresha, lafet jënë më të thata si përfaqësore se sa që pretendohet edhe aspirohet. E kum pas këtë problem me Kreshën edhe ma herët,
Kong për hustle edhe kong për dashni, qëto dy tema e përcjellin krejt albumin. Normalisht dyshej që Kresha kish mujt me i të i kalu qëto dy edhe nëse jeta e ti ish varë prej saj. Komplet trajektoria e karrierës Kreshës edhe të lirikallit në albumet e fundit është kthyn qëtë narracionin e ngjarjeve fiktive me cilat këta dy kanë të bojnë shumë pak ose heq personalisht. Menoj që subkonscienca jonë për shkak të influencës edhe rëndësisë që e kanë në kulturë këta dy, i ja lejon dyqysh si me automatizëm me ja hedh paq edhe na detyron neve me i boj mun ndaj faktit që për plot sene për cilat folin këta e ki përshtypjen që s'ka të bëj kur gjë me ta. Janë sene që i kanë pa, i kanë një ose i kanë këshyr në YouTube. Këqyre tash. Nisan, lirikallin shtine ku dush, prap ko me pull off refrenin me lehtësi dhe me sharm që se keni kur të asnjë reper tjetër, mirë po prap po thëm e kena marrë qëtë formulë, qëtë sound dhe qëtë interpretim flow, të updateum deri në maksimum të potencialit të 1.6-1.8, që tash veç po duket sikur po ripërdoren mjetet e njëjta me ka pak ngjyrime, ndryshime të albumi i fundit. Mendoj që mungesë të konkurencës të theksume, sfida kryesore, lirikallit edhe Kreshës tutje ka me qenë qysh me vazhdu me të pirat veten edhe me na wow me projekte. Nëse më kishit pyet me përqindje ose numër, kisha thonë 3 kong prej 15-ve i avlen me i marrë playlist. Djathi Zvicrës Loko, te Loko versi i Kreshës, ke Imakulat, edhe Baba, minus versi i Ledrit.